Se rastin që e pam që ndodhi në sheshin e Prishtinës duke realizu një intervist me asekduashin e gazetës Blic. Do me thosë një situatë ku ti po duhet ndoshta mu ekspozu si dikush krejtësisht tjetër në raport me ato çfarë ndjomi tash sa vite në politik, në armen tjetër që ndoshta në syrin e disa qytetarëve u pasi ashpërsim ose si një reagim brutal ndaj një qytetar. E para, mendoj se çdo kush niset nga aspekti njerëzor, sepse një pikë së parë jemi njerëz, atëherë vishemi me edhe me profesion, por edhe me petkun e politikanit ose të një vendimarrësi kudo në institucionet që i ka një shtet demokratik, siç është dhe siç pretendojmë të jetë Kosova. Gjuha polarizuese, etiketimet e skajshme, linqimet e pamatura, ballafaqimi i panevojshëm edhe në aspektin human, njerëzor, edhe i cili ka shkuar deri në degradim, është shndruar një qëllim politik të një subjekti, i cili e ka përdorur fatkeqësisht për interesat e veta të ardhes në pushtet. Do më është këtu keq përdorur qytetari në këtë aspekt. Jo që është keq përdorur, por është investuar shumë, aq shumë është investuar, që po të ishte investuar në demokratizim të shoqërisë edhe në emancipim të atij subjekti politik, por edhe të vlerave që ka shoqëria kosovare dhe shqiptarët, mendoj që ne do të ishim edhe një hap më shumë, edhe nuk do të kishim problemet e tilla, të cilat fatkeqësisht po janë trashëgimi e keqe e kësaj sjellje edhe gjuhës politike. Pse po e them këto edhe ku po bazohemi? Kjo ka filluar në mosbesimin ndaj shtetit të Kosovës. E para ka qenë tendencë që të krijohet një pasqyrë, dhe të krijohet një momentum ku Kosova nuk do të jetë shtet sovran dhe i pavarur. Edhe i dyta ka qenë pas shpalljes së pavarësisë, që kjo pavarësi është e minuar, është tranzicion në interes të armiqve të Kosovës. Dhe e treta është zhvillimi i Kosovës, që është ushqy, është gjujt gur, ka ndodhur linçim, edhe në krijuar monstrume politike nga gjuhja e përdorur dhe nga sulmet, sigurisht përmes rrjeteve sociale më së shumti, të paguara ose të parapaguar nga armiqtë e Kosovës. A është kjo Grack, e cila është vënë një subjekt politik siç është Lëvizja Vetëvendosje, dhe janë në Grack ata të cilët 24 orë rrin kujdestar të sharjeve, fyrjeve, linçimeve, etiketimeve, këto duhet ta luftojmë të gjithë në aspektin demokratik. Edhe të ruajmë qytetarët tanë kudo që janë. Por në pjesën personale, unë mund të flas për veten, nuk flas për të tjerët. Çdo kush e ka një emën të përveçëm, një mbiemën, një trashëgimi familjare, një punë, që unë e vlerësoj që është e mirë, sepse është vlerësimi i qytetarëve në vazhdimsi, dhe aq sa mundem, aq sa kam kapacitet, dije, edhe aftësi, nuk lejoj që dikush të shkel integritetin tim personal, familjar, por edhe kolektiv të kësaj shoqërie, aq sa më jap mundësi edhe skena politike, por edhe shoqëria, edhe ballafaqimi personal.